Qendra Kulturore e Fëmijëve në Korçë zhvilloi edicionin e 59 Festivalit Këngës për Fëmijë, një nga aktivitetet artistike më të dashura e jetëgjata për talentet e reja. Për disa net me radhë, skena u mbush me emocione, muzikë dhe energjinë e fëmijëve, të cilët interpretuan këngë me tema që përcollën mesazhe miqësie, ëndrrash gëzimi dhe dashurie për jetën. Çmimi i parë i festivalit ju akordua Erla Dervishlarit me këngën Miqësia jon, me tekst dhe muzikë nga Ina Osmanli dhe orkestrim nga Kristi Bello. Interpretimi i saj u vlerësua maksimalisht nga juria për vokalin, interpretimin e mesazhin e ngrohtë që përcolli në skenë. Ndërkohë çmimi i publikut shkoi për Alina Tyxharin me këngën Melodia e ngjyrave, që fitoi zemrat e spektatorëve me performancën plot ritëm dhe ngjyra artistike. Gjatë mbrëmjes finale, juria ndau dhe një sër çmimesh të tjera me styre për duetin më të mirë, mesazhin më të mirë, si dhe çmimet e dyta e të treta për interpretuesit pjesëmarrës. Emocionuar pasi ishte dhe era ime e parë. Pata pak emocione pasi ishte dhe salla e mbushur plot me prindër. Kam marrë çmimin e tretë, është një eksperiencë e parueshme për mua dhe jam shumë e lumtur. Kjo është hera e tretë që kam marrë prandaj. Jam shumë e lumtur dhe çmimi është ajo e publikut. Ky është viti i dytë që merr pjesë në festival, vjet mua pjesë dhe mora çmimin e publikut dhe çmimin e dytë. Në momentin që kryetari i Bashkisë së Korçës tha emrin tim, shprehoi emrin tim, një ndjenjë emocionesh, lumturie dhe gëzimi për shkëtë gjithë trupin tim ishte diçka e papritur për mua. Nuk e prisja domethënë që të merrja çmimin e parë. Festivali u mbyll mes duar trokitjeve dhe emocioneve, duke konfirmuar edhe një herë traditën e bukur të qytetit Korçës në promovimin e talenteve të reja dhe dashurisë për muzikën. Fëmijët pjesëmarrës sollën skenë jo vetëm talent, por edhe pasion e buzëqeshje, duke kthyer këtë edicion në një festë të vërtet artistike fëmijësh.